Dhe të vazhdojmë me xhamia. Mos e harrojmë xhamia. Mos e lënë xhamin anash. Pak u mundohu një herë vetë në ditë vish në xhami. Caktoja vetes detyrë, një vakt vetë mund të prezantoj në xhami. Qoftë dreka i kindia, akşamën apo jacia, se ndoshta sabahu është i rënd. Nëse jo një herë në ditë, paktën një herë në javë mos e le xhuma. Hadi inshallah në ngjoj 2 ajete kuranore, 2 hadithe. Dhe inshallah të bojmë dobi në këtë gjë. Nuk harrohet shtëpia e Zotit. Nuk harrohet shtëpia e Allahut të Rasul. Do të dëshmoj kjo shtëpi e Zotit. Po o Zot e kam pa filanin, ka ardhur është përkushtu dhe është për ul në sejdë. Do të dëshmoj ky ezan. O Zot, unë kam thirrë, është thirrë ezani, ti s'ke prezantuar asnjëherë, pse o musliman? Pse jo?